Fondacioni kulturor Martin dhe Mirash Ivanaj çeli dyert në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, një vit pasi filloi veprimtarinë edhe në New York. Themeluesja e fondacionit Drita Ivanaj thotë se ai do të ndihmojë rinin shqiptare të shkollohet dhe të njohë historinë e Shqipërisë. Korrespondenti Liriana Golli përgatiti këtë material nga Tirana. Fondacioni Martin dhe Mirash Ivanaj çeli dyert edhe në Tiranë si një organizatë jo fitimprurse për të mbështetur shkollimin e rinisë shqiptare. Fondacioni është vendosur në vilën Ivanaj dhe pronarja e saj, Drita, thotë se tashmë shtëpia është e hapur për të gjithë shqiptarët. Drita Ivanaj iku foshnjë nga Shqipëria më 7 prill 1939, shtëpinë e konfiskuan fashistët italianë dhe më vonë komunistët shqiptar dhe tani që ju rikthye, ajo është ndëroi në një fondacion kulturor të hapur për të gjithë. My idea is not just an idea, it's something that I've had inside me all my life. Ideja për të çelur fondacionin nuk është thjesht një ide, por diçka që jetoi brenda meje gjatë gjithë jetës, thotë Drita. Nuk mendoja se do të kthehesha më këtu, por kur Shqipëria u hap në vitet 90, mendimi im i parë ishte, erdhi koha për t'u kthyer. Drita është vajza e Martin Ivanajt, kryetarit të parë të gjykatës lartë shqiptare me kulturë perëndimore. Martini përfundoi studimet shkëlqyer në Universitetin Italian La Sapienza. Atij u ofrua një pozitë shumë e mirë në Rom, por nuk pranoi dhe u kthye menjëherë në Shqipëri. Punoi si gjykatës në Korçë dhe Shkodër, pastaj erdhi në gjykatën e lartë. Puna e tij nuk është aq shumë e njohur për publikun, megjithatë ai punoi mjaft për vendosjen e shtetit ligjor përmes shumë ligjeve të reja në të gjitha fushat dhe në të gjitha arkivat dhe themelet e institucioneve shqiptare gjenden shkrimet dhe studimet e tij. Ajo është edhe mbesa e Mirash Ivanajt, ministri i arsimit që themeloi pari shkollat publike shqiptare në vitet 1930. They both gave a lot during their lifetime. They spent their lifetime for this country, in the service of this country, in both law and education. Ata punuan shumë dhe i kushtuan jetën këtij vendi duke shërbyer në gjykata dhe në arsim. Të dy këta vëllezër ishin juristë dhe fondacionet me emrat e tyre në New York dhe në Tiranë i kushtohen në rinisë shqiptare. Rinia shqiptare ka gjithë cilësitë e mrekullueshme, thot ajo, dhe nuk i mungon asgjë në raport me vendet e tjera. Ka inteligjencën, dëshirën dhe vullnetin, por duhet të nxjerrë mësime nga e kaluara. Ka plot mësime që na sjell e kaluara për të ecur përpara, thot Drita. But they have to learn from the past. There's a lot to be learned from the past. Ajo tregon se si një ditë mbreti Zoge thirrri Mirashin në zyrë dhe i tha: "Unë e di që ti nuk më pëlqen mua, por ti je njeriu dur për të reformuar arsimin shqiptar." Në vitet kur Mirash Ivanaj ishte ministër arsimi, Shqipëria nuk kishte shkolla publike. Mirashi u bë i njohur për reformën Ivanaj, sepse ngriti shkollat publike në këtë vend. Deri në atë kohë, mësuesit nuk shpjegonin në gjuhën shqipe dhe shumë prej tyre nuk ishin shqiptar. Ai angazhoi qeverinë që të ngrinte arsimin kombëtar dhe në shkolla të jepte edukim qytetar, duke lënë mënjan shkollat e huaja. Të dy vëllezërit e lanë Shqipërinë e pushtuar nga fashistët italianë në 7 prill 1939 dhe shkuan në Stamboll ku Martin Ivanaj vdiqi së mur. Uncle Mirash remained in Istanbul until the end of the war and came back here in 1945, in September 1945. Mirash mbeti në Stamboll deri në fund të luftës dytë botërore dhe u kthye në Shqipëri në shtator të vitit 1945, tregon Drita. Ai u prit me nderime nga Enver Hoxha, të cilit i kërkoi që të punonte si mësues i thjesht në Shqipëri. Pas pak kohe ai u arrestua dhe u torturua disa muaj dhe vdiq në qeli 4 ditë pasi u shpall vendimi i burgosjes. Diktatori nuk e kishte harruar faktin që ministri Ivanaj kishte ndërprer atij bursën franceze sepse nuk po studionte në Paris dhe po ngelte në shumë provime. They were united in life. And they are now united in death. And they are both in Share e Kombinat, in the tomb together. Siç ishin të bashkuar në jetë, tani të dy vëllezërit, thot Drita, janë varrosur pranë në Sharë të Tiranës, të bashkuar edhe në vdekje. It couldn't have been a better time on a centenary of Albania, which I think is great, and to be here and to have an open house. Nuk mund të kishte një kohë më të mirë për të hapur dyert e këtij fondacioni kulturor se sa 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Unë kam besim se njerëzit do të binden, thot ajo, që babai dhe xhaxhai im punuan për Shqipërinë dhe çdo shqiptar tjetër sot mund të veprojë në të njëjtën mënyrë. They work for their country. Anybody else here today can do the same. Krahas bibliotekës dhe një muzeumi me foto, dokumenta dhe libra, Fondacioni Martin dhe Mirash Ivanaj ka hartuar programe për trajnime në gjitha fushat e dijes, veçanërisht në arsim dhe kulturë. Në të ardhmen fondacioni synon të bëhet qendër kulturore e Shqipërisë, ku intelektual, studiues, mësues, madje edhe zyrtar publik të mund të takohen në mënyrë të organizuar me qëllimet kërkimit shkencor dhe zhvillimin e projekteve të ardhshme, arsimore dhe kulturore. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.